Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar së bashku lajmin e radhës. Tani do të flasim për dyshen fantastike për Kiara Titon dhe Luiz Ellin, lajme që në fakt kanë qarkulluar sa më shumë. Që në momentin kur Kiara shfaqet në Summer Portokallin, do me thënë në festën verore që në fakt televizioni Top Channel organizon çdo vit, është një nga festat që realisht i ka dhënë bukurinë shpirtërore Shqipërisë. Kiara Tito është përzgjedhur si gjithmonë moderatorja, që nuk kupton domethënë që do të vazhdon edhe moderatore më tej në Portokalli, duke moderuar me Salsanon dhe Nevinën të gjithë këtë rrugtim të bukur, tashmë me sa e di unë për 3 javë me radhë, qytet më qytet. Është një nga eksperiencat më të bukura që në fakt vetë aktorët, vetë moderatorët janë duke e përjetuar dhe treguar, domethënë ti jesh afër publikut është gjëja më e bukur që mund të marrësh në jetë. Kam vërejtur që dashuria për Kiarën, simpatia për Kiarën, emocioni për Kiarën vazhdon të jetë edhe sot ku qindra mijëra njerëz bëjnë foto me Kiarën, i qëndrojnë pranë Kiarës dhe mundohen që ta shijojnë momentin dhe të gëzojnë së bashku me Kiarën. Do të thënë Kiara është pranë tyre dhe Kiara në një mënyrë jeton me to dhe kjo është arma më e bukur. Nga të gjitha ato lajme që në fakt kanë qarkulluar për Kiarën, rezultojnë që deri më tani domethënë të janë lajme jo të vërteta. Kiara vazhdon me një intensitet shumë të lartë, domethënë të punojë dhe të jetë e fokusuar tek puna. Unë e di që çifti ka dëshirën më të madhe që të shton familjen, që të ketë një familje të bukur, që të ketë një familje fantastike, por domethënë janë plane të cilat janë në të ardhmen e çiftit. Nga informacione që kam unë deri më tani, domethënë Luizi po merr krejtësisht një kahje të re, domethënë do të sjellë një emision i cili do të na afasionoj të gjithëve. Ju e dini ai ka folur pak e shumë tek unë në intervistë emisionin e tij. Dhe nga ana tjetër, domethënë kemi Kiarën e cila punon me një intensitet shumë të lartë, e cila punon me një dëshirë shumë të madhe, vetëm e vetëm për të qenë sa më afër fansave dhe ndjekësve të saj. Domethënë planet e çiftit janë plane private, unë do kisha dashur që të ketë një fëmijë tjetër, pse jo, por domethënë dyshja tashmë është e fokusuar shumë në projekte dhe besoj që do të na afasionojë të gjithëve.